Transportuesit nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina po I vazhdojnë blokadat në pikat kufitare me Bashkimin Evropian për të 5 ditë me radhë. Ndërkohë, kolegët e tyre nga Mali I Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë hequr dorë prej këtyre masave më 29 janar, pasi Komisioni Evropian bëri të ditur se po punon në një strategji të re për viza që parasheh zgjidhjen e problemit të ditëve të kufizuara për punëtorët e vendeve të treta që duhet të hyjnë në zonën Schengen. Terminalet për mallra janë bllokuar në 22 pika dalëse dhe 19 pika hyrëse vetëm në Serbi. Transportuesit e mallrave janë duke protestuar kundër atyre që I konsiderojnë procedura të ashpra për të hyrë në zonën Schengen, të cilat sipas tyre ua kanë shkurtuar kohën e qëndrimit në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ata kërkojnë që periudha e qëndrimit të zgjatet nga 3 në 4 muaj brenda një periudhe 6 mujore. Por çfarë është sistemi EES? I njohur si Entry-Exit System, ky sistem u vendos në kufit e jashtëm të zonës Schengen dhe nisi të zbatojë gradualisht më 12 tetor 2025. Ai pritet të jetë plotësisht funksional deri më 10 prill 2026. Rregulli I ashtu quajtur 90-180 ditë parasheh që transportuesit nga vendet jashtë Schengenit mund të qëndrojnë në këtë zonë maksimumi 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Paralajmërimet fillestare ishin që blokadat të zgjasnin për të paktën 7 ditë në rast se nuk arrihet ndonjë marrëveshje. Strategjia e re e vizave që është miratuar nga Komisioni Evropian më 29 janar parasheh që institucioni të punojë nga afër me vendet anëtare për të gjetur zgjidhje pragmatike dhe të miratojë zgjatje të qëndrimit për disa kategori të shtetasve që vijnë nga shtetet e treta.